إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنرم الله عز وجل vetëm atë e lavdërojmë, atij kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, atij kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë dhe kërkojmë falje. Nuk ka dyshim se atë që Allah subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e drejtë, ai është i udhëzuari dhe askush nuk mund ta devijojë nga ajo rrugë. Dhe atë që Allahu azza wa jall e lën në humbje dhe në devijim, ai është i humburi dhe askush nuk mund ta sjellë në rrugë të drejtë, veçse Allah subhanahu wa taala me pendim të sinqert nga robi, me përkushtim nga anë e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam shpesh sillte shembuj të ndryshëm për besimtarët, dhe në fakt edhe vetë Allahu azza wa jall në Kur'an sjell shembuj të ndryshëm për ta bërë mesazhin sa më të kuptueshëm për robët, për njerëzit. Nëpërmjet shembujve në Kur'an dhe në Sunet, e vërteta sqarohet qartë dhe njerëzit e mbajnë më të mirë nëpërmes këtyre shembujve që sjell Zoti dhe Profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshim që kjo është nga mënyrat më të mira të mësimit të njerëzve. Një shembull të tillë domethënës e ka sjell Profeti sallallahu alaihi wasallam edhe në një hadith në të cilin, siç njihet hadithi pra i Siratul Mustaqim, pra hadithi i shtegut të rrugës së drejtë. Në këtë hadith Profeti sallallahu alaihi wasallam e sjell përmes një shembulli pra fen islame, rrugën e drejtë të kësaj feje. Gjithashtu sjell në këtë shembull, siç do të shtjellohet në këtë hutbë, sjell edhe faktin se në dy anët e kësaj rruge janë kufi dhe muret që s'duhen kaluar, sepse janë kufi të Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këto mure ka porta të hapura dhe mbi këto porta të hapura ka perde të hedhura sipër tyre. Dhe gjatë kësaj rruge, që në fillim të saj dhe përgjatë saj, shoqërohet njeriu në jetën e kësaj dynjaje nga ftues, të cilët e ftojnë për në rrugën e drejtë dhe ndihmojnë që të mos largohet prej kësaj rruge. Pra përmes këtij hadithi, nëse e përfiturojmë shembullin e Profetit sallallahu alaihi wasallam, besimtari e shikon vetveten e tij në këtë rrugëtim që ka nisur në jetën e kësaj dynjaje. E përfituron veten e tij mbi këtë rrugë. Dhe në fakt rrugëtimi që kemi nisur, o vëllezërit e mi, është një rrugëtim që se s'bën do të ketë destinacion. Por ja që destinacioni ose është xheneti i Allahut subhanahu wa taala, përjetësia mes kënaqësive, në të cilat do të ndahesh kurrë nga të dashurit dhe të afërmit e tu, ose Zoti na ruaj do të jetë në zjarrin e xhehenemit, në të cilin njeriu nuk ka për të gjetur rahat asnjëherë, por vetëm vuajtje dhe dhimbje. Pra, secili njeri duhet ta kuptojë që i ka vendosur këmbët në këtë rrugë tashmë. Përdesë jetojmë në jetën e kësaj dynjaje, jemi në këtë rrugëtim. Deshëm apo s'deshëm ne, nuk na ka pyetur kush që na solli në këtë jetë. Zoti na krijoi dhe na solli. Na vendosi në këtë sprovë. Thjesht na kërkohet që të përpiqemi të qëndrojmë në rrugën e drejtë dhe të ndjekim rrugën që do Zoti xheleshan. Ja hadithi që ka sjell Profeti sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë ai në këtë hadith, Allahu azza wa jall jep shembullin e një shtegu të drejtë. Darab Allahu mathalan siratan mustaqima. Pra sjell Allahu shembullin e një rruge të drejtë, e rrugës së drejtë. Kush është siratul mustaqim? Në të dyja anët e kësaj rruge ndodhen dy mure të ngritura. Rruga është e drejtë dhe dy mure të ngritura.
Në të dyja këto muret, djathtas dhe majtas, ka porta dyer të hapura. Dyer të hapura, nga djatha dhe nga majta. Mbi dyer, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ka perde të hedhura sipër tyre. Pra në këto porta të hapura janë vendosur perde sipër tyre, që i mbulojnë ato porta. Në fillim të kësaj rruge, që sa hyn njeriu në këtë rrugë, në fillim të këtij shtegu të drejtë, të rrugës së drejtë, ndodhet një thirrës që u drejtohet njerëzve dhe u thot: Ja juhen nas, o ju njerëz, esini në këtë rrugë dhe mos devijoni prej saj. Pra që në fillim të rrugës, ky thirrës i fton njerëzit dhe thot: O njerëz, esini në këtë rrugë tashmë dhe mos devijoni djathtas dhe majtas. Po ashtu, për gjatë rrugës, kjo ishte në fillim të rrugës ky thirrës. Edhe për gjatë gjithë rrugës, kësaj rrugës së drejtë, gjenden një thirrës tjetër, i cili sa herë që një njeri kërkon që të hyjë në një nga portat djathtas dhe majtas, ato portat e hapura, ky thirrës të thot: Wayhak la taftahu. Pra sa herë që njeriu kërkon të hap një nga këto dyert, të heqë nga këto perdet dhe të hyjë brenda këtyre dyerve, djathtas dhe majtas, ky thirrësi, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, i thot: Wayhak, i meriti me dhemësuri, pra i meriti mos e hap, se nëse e hap, ke për të hyrë brenda. Nëse hap, ke për të hyrë brenda. Më pas, profeti sallallahu alaihi wasallam e shtjelloi këtë shembull dhe tha: Shtegu i rrugës së drejtë, pra ky shteg i drejtë, është Islami. Rruga e drejtë në këtë hadith është Islami, që e zbriti Zoti xhaleshan. Dy murret e vendosura djathtas dhe majtas janë kufit e Allahut. Pra Islami është një rrugë e drejtë, çdo gjë që është jashtë Islamit do thotë që është jashtë këtyre mureve. Brenda mureve është ajo që e ka vendosur Zoti në Islam. Pra rruga ku duhet të ecë besimtari dhe besimtarja, njeriu, nëse do të arrijë në destinacion, nëse do të arrijë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Pra ky është Islami. Muret djathtas dhe majtas janë kufit që Zoti ka vendosur, që s'duhet kalohen. Këto kufi, pra këto mure, thamë që kanë dyer të hapura. Cilat janë dyert e hapura? Dyert e hapura janë meharimullah, haramet që ka vendosur Zoti. Dhe do të vinë tek ato, do të shtillojmë pjesë pas pjesë këtë hadith. Po thjesht përfytyrojeni. Islami, rrugë drejt, dy muret anash që nuk të lejojnë që të ikësh të dalësh jashtë kufive, por ka disa dyer në këto mure që janë meharimullah, haramet e Allahut subhanahu wa taala, kufit e tij që s'duhet t'i shkel robi, s'duhet t'i kaloj. Kurse mbi këto dyer ka mbulesa, subhanallah, që njeriu të ketë një lloj mbrojtje nga këto sprova që vijnë nga e djatha dhe nga e majta, që mos devijojnë nga rruga, ka ca perde. Thirrësi në fillim të rrugës, ai që i thot njerëzve e jani dhe hyni në Islam, cili është ai thirrësi në fillim të rrugës? Ai është Kurani, shpallja e Allahut subhanahu wa taala. Kurse thirrësi për gjatë rrugës, gjatë gjithë jetës, njeriu shoqërohet nga ky thirrës, i cili thot: I meriti mos e hap atë portë djathtas dhe majtas. Domethënë mos u largon nga Islami, mos i shkel kufit e Allahut subhanahu wa taala. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ai është wa'idhullahi fi qalbi kulli mu'min. Është këshilluesi i Allahut që e ka vendosur në zemrën e çdo besimtari. Këshilluesi në zemrën e çdo besimtari. Pra jemi njerëz tashmë, i kemi vendosur këmbët në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ka mure që s'duhet i kalojmë, po kujdes sepse ka hapësira, portat e hapura, mbi to ka perdet e hedhura, dhe gjatë gjithë jetës tonë kemi një ndihmë nga Zoti subhanahu wa taala. Wa'idullah, kush është el meleku? Për çdo njeri Allahu subhanahu wa taala ka vënë melek, i cili e nxit njeriu që nëse bën një punë të keqe ose shkon për të bërë një punë të keqe, i thotë mos e bëj. Edhe ndjen brenda vetes njeriu sikur është ndërgjegja e tij, ose sikur është mendja e tij që e ndalon. Në fakt është thirrësi Allahu subhanahu wa taala. Sikundër nga ana tjetër, sprovi kemi edhe
nxitës nga shejtanët e mallkuar, që të nxit për të këqija. Ja, kjo është situata jonë në rrugën që kemi nisur vëllezërit. Përfitojeni veten në këtë rrugë tashmë. Le të mendojmë pak në hadithin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Le të meditojmë që elhamdulillah gjatë ecjes në këtë rrugë të jemi të qartë. Që me lejnë Allahu subhanahu wa taala të dalim faqe bardhë atje ku kemi destinacionin. Një njeri që s'ka hartë, s'ka destinacion, nuk e njeh rrugën, nuk i di rreziqet e saj, nuk i di pengesat që mund t'i dalin gjatë rrugës, nuk ka se si të mbri i qetë ose faqe bardhë në destinacionin e tij. Do të ketë probleme, do të ketë lodhje. Qëndrojmë tek hadithi o vëllezërit e mi, shpresojmë në Allahun subhanahu wa taala të përfitojmë nga mësimet që kanë nxjerrë njerëzit e dishëm. Së pari, në hadith na përmendet shtegu rruga e drejtë. Na solli Zoti, pra profeti alayhis salam thotë që Allahu subhanahu wa taala e solli këtë shembull për robët. Që rruga e drejtë, shtegu i rrugës së drejtë, cili është ai? Është Islami. Profeti e përshkroi pra fen ton si një siratul mustaqim, rrugë e drejtë. Shtegi i drejtë, i shtruar drejt dhe përpara, pa kthesa dhe lajthitje, kjo rrugë e drejtë simbolizon vetë Islamin. Rrugën e vërtetë të udhëzimit që na ka treguar Zoti xhaleshanu. Është një shteg pa shtrembërime, i qartë dhe i drejtë, që të çon drejt kënaqësisë së Zotit dhe shpëtimit, drejt xhenetit të Allahut xhaleshanu. Udhëtimi në këtë shteg kërkon përkushtim dhe drejtësi. Sepse do të qëndrosh brenda kufive dhe ke shenja të cilat nuk duhet ti shpërfillësh. Ja kështu është Islami ynë o vëllezërit e mi. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam e interpretoi shembullin, ai tha, shtegu pra siratul mustaqim është Islami. Çfarë është Islami vëllezërit e mi? Islami është një sistem jete që e solli Zoti xhaleshanu. Islami ka kushte apo jo? Është shahadeti, për do të njohësh shahadetin, njohurinë e Allahut subhanahu wa taala, të njohësh Muhamedit si profetin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, falësh namazin rregullisht, të japësh zakatin, të agjërosh Ramazanin, të kryesh haxhin nëse ke mundësi. Pra këto janë kushtet e Islamit. Islami nuk është vetëm këto adhurime që i dedikohen Zotit. Islami është dhe drejtësi në marrëdhënie me të tjerët, mbajtja e përgjegjësisë personale në lidhje me familjen tënde, me fëmijët, me njerëzit e afër, me të tjerët. Jeta pra të jetuarit e jetës brenda këtyre mureve që tham. Islami kërkon që ti ketë sa kritere dhe parime që i përmbahesh atyre. Si mund t'i përmbahesh nëse nuk e njeh Islamin? Pra kërkohet nga ne vëllezërit e mi ta njohim Islamin. Njohim fen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nëse njohim këtë fe, atëherë mund të themi që i dim ku janë këto murre, që të mos i kalojmë. E dim që rruga e drejtë është kjo që po ecim. Pra, kjo kërkohet fillimisht njohja e Islamit. Njohja e kësaj feje që ne ka zbritur Allahu xhaleshanu. Dy muret ansor janë kufit dhe normat e Allahut subhanahu wa taala. Ana shtegu të drejtë, hadithi përshkruan dy mure të larta, të shtruara paralel me rrugën. Këto mure përfaqësojnë kufit, hududullah. Do të thënë normat dhe rregullat që Zoti ka vendosur për ne. Ashtu si muret e një rruge mbajnë udhëtarin të mos dalë jashtë saj, kështu edhe urdhat e Zotit dhe ndalesat e tij janë ato që e përcaktojnë rrugën tonë. Nëse urdhëresat e Allahut, farzet, vajibatet, detyrat, ish për fillim, atëherë dije se ke filluar të dalësh nga xhedeja, ke kaluar murin. Nëse një haram që Zoti ka ndaluar, ti e shpërfill të ndalesë edhe bie në atë haram, qoftë ai haram domethënë vështrim i hedhur, dëgjim që është haram, ushqim haram, pije haram, marrëdhënie dhe lidhje me njerëz që janë haram, e ke kaluar kufirin, ke dalë nga kufit. Pra këto dy mure janë kufit, rregullat që ka vendosur Zoti xhaleshanu. Atëherë kërkohet njeriu që t'i njohë me kujdes. Ti din ku janë muret dhe të mos i kaloj ato. Në Islam, hududullah, kufit e Allahut, janë vijet kufitare që nuk duhet i ka përdzejnë. Për shembull, Allahu na ka urdhëruar për veprime të mira dhe na ka ndaluar nga poshtërsitë dhe ligësitë. Këto përcaktime janë muret mbrojtëse të rrugës tonë. Po të mos ishin këto rregulla, ne do të humbisnim drejtimin. Prandaj një fe e cila nuk përcakton rregulla, as rregulla për adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, as rregulla kur është halali, harami, një fe që si përcakton këto gjëra, ajo nuk është fe e Allahut subhanahu wa taala. Ajo është trillim njerëzor. Islami e ka përcaktuar Zoti me rregulla. Dhe çdo musliman që nuk i njeh rregullat, të shikojë vetveten, a është vërtet musliman i dorëzuar Allahut subhanahu wa taala?
Dyert e hapura në këto mure janë gjërat e ndaluara dhe gjunafet. Dhe këto janë sprovat në rrugën tonë, o vëllezërit e mi. Po ta vesh re me kujdes, në ato mura ansore, hadithi tregon se ka dyert i cilëson ato të hapura. Çdo thotë të hapura, këto dyert përfaqësojnë gjithçka që ka ndaluar Zoti Xheleshanu, dhe të hapura do të thotë të lehta për të hyrë në to, nga ai që afrohet. Do thotë në jetën tonë në Islam, gjatë sa jetës dynjas, djathtas dhe majtas, në kufiti dim tashmë, e mësuam Islamin dhe jemi musliman të rregullt. Do të ecim rrugës, këto porta të hapura janë sprova për ne. Allahu Xheleshanu na ka sprovuar në këtë dynjë, vëllezërit e mi. Si thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, Zujjila linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara, dhe në fund të ajetit. U është zbukuruar njerëzve në jetën e kësaj dynjaje, u është zbukuruar dashuria, domethënë për epshet, dëshirat, pasuritë etj etj. Pra u është zbukuruar njerëzve kjo gjë. Dhe ne do të ecim në këtë dynjë dhe do të sprovojmë me këto porta. Por na jep një mësim profeti sallallahu alaihi wasallam. Këto janë të hapura dhe çdo kush mundet e ka veten në dorë. Pra çdo njeri që ka arritur moshën e pubertetit, moshën e pjekurisë, ai tashmë është i lirë të zgjedhë në rrugtimin e tij, ose do të hyjë në ndonjë nga këto portat, ose do të thotë vetes jo, vazhdo rrugën. Dhe do të vazhdoj, sepse pikësunimi i tij është i qartë, është xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Pra këto porta janë të hapura dhe shumë kujdes vëllezërit e mi. Këto janë sprova të mëdha. Janë të lehta për të hyrë nga ai që afrohet. Vetëm se po ta vëresh me kujdes, në hadith thuhet që këto porta janë të hapura dhe është e mundur të hysh në to, se nuk është janë të mbyllura, të hapen me zor. Hapen. Çdo njeri që do të bëj haramin e bën sot. Çdo njeri që do të dal nga rruga del. E ka në dorë veten. Por këto porta thot sipër tyre ka perde. Çfarë janë këto perde të hedhura sipër portave, vëllezërit e mi? Këto, në fakt, perdja çfarë është? Perdja është diçka që e mbulon atë çka pas saj. Mbulon shikimin tënd. Pra në një farë mënyre këto perde janë vendosur për të ruajtur njeriu nga këtë sprova. Nëse njeriu nuk e heq perden, pra nuk e largon atë perden, nuk e gris atë perde, ai do të jetë i ruajtur, sepse nuk e shikon këto porta të hapura dhe sprova për të nuk është aq e vështirë. Por në momentin që ne e grisim atë perde, e hapim dhe ballafaqohemi ose përballemi me fitnë, me sprovën, i afrohemi sebepeve të gjunahut, do të hyjmë brenda. Dhe kjo do të vijë më poshtë, siç thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Pra, për thirrsin që sa ai që përpiqet dikush që të hap, i thot i mirit i mos e hap. Se nëse hap edhe heq atë pjesë, pra perden e largon nga porta, ke për të hyrë brenda. E ka mësim shumë të vyer. Nuk duhet të afrohet muslimani me gjunafet. Qofte me sebepet e gjunafeve. Çdo lloj sebepi dhe shkaku që të afron me gjunahun, kujdes. Se nëse hyn në të, e vështirë të dalësh. Zoti vetëm me mëshirën e tij të shpëton dhe të sjell përsëri në xhadi ose në rrugën e drejtë. Pra edhe një herë, portat e hapura janë harame të Allahut, janë sprovë për ne, por se mbi to ka perde, të cilat njeriu nuk duhet i grisë ato. Çfarë janë këto perde, vëllezërit e mi? Perdet e varura. Janë barriera që na pengon nga gjunahu. Dhe dietarët e kanë shpjeguar dhe kanë thënë që perdet mbi këto porta që e mbrojnë zemrën e besimtarit në udhëtimin e tij janë takwa, devotshmëria, që çdo njeri ka. Sa më të forta kesh devotshmëri në zemrën tënde, sa më i bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala, sa më mirë ta njohësh Islamin dhe ta zbatosh atë, aq më të forte dhe të e bëjnë detyrën këto perde që janë hedhur sipër dyerve. Pse? Sepse takvallëku jot, turpi që ke nga Allahu subhanahu wa taala, feja jote tashmë, që është konsoliduar përmes veprave të tua të mira, i bën këto perde të forta. Dhe ti je i sigurt dhe nuk të bën sprova ato gjunafe dhe fitne që ke djathtas dhe majtas. Pra çfarë të mbron nga fitnet që të shoqërojnë gjatë rrugës, o vëllezërit e mi? Të mbrojnë pra këto perde çfarë janë? Edhe një herë, pra forcimi i devotshmërisë në lidhje që ke me Allahun. Sa mirë ta zbatosh Islamin, aq më rahat do të jesh në udhëtim. Nuk do kesh përfituron një njeri duke ecur rrugës, hap një perde edhe futu në një nga këto porta. Allahu e di se kur do dalë prej tyre. Futur në një gjuna dhe vazhdon me të, Zoti e di se çfarë kohë. Pastaj del prej ty dhe me zor dhe përpiqet kthehet në rrugën e drejtë. Ecën, hap një portë tjetër.
përfituroni këtë njeri dhe përfituroni atë njeriu tjetër, i cili vetëm ecën rrugën e drejtë. Edhe kjo është rrugë që s'ka shqetësim me djathtës dhe majtës. Shikoni një paralelizëm që ka bërë dikush për dietarëve, duke shpjeguar të hadith. Ai ka sjell edhe shembullin e siratit në ditën e gjykimit. Sirati i kësaj dynjaje është pra Islami, rruga e drejtë është në këtë dynja kjo rrugë që tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Në ditën e gjykimit, o vëllezërit e mi, se s'bën, do të na duhet kalojmë mbi sirat. Për të shkuar në xhenet, e vetmja rrugë është të ecësh mbi siratin, pra mbi rrugën që është vendosur mbi xhehenem. Mbi dy kulmet e xhehenemit është vendosur një rrugë, sirat. Kjo është e vetmja rrugë për të shkuar në xhenet. Kjo është e vendosur dhe nuk kthehet mbrapsht. Në këtë rrugë, në këtë sirat, profeti sallallahu alaihi wasallam ka njoftuar që ka çengela që vijnë nga poshtë xhehenemit, se poshtë është xhehenemi, dhe ajo është më holl se sa peri, më mpreh se sa shpata, dhe është e rrëshqitshme, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe është vështirë që njeriu poshtë xhehenemin dhe ti të ecësh sipër xhehenemit për të shkuar ku në xhenet. Ka çengela, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, që vinë dhe e rrëmbejnë njeriu ose kërkojnë që ta fusin poshtë në xhehenem. Ja, thot ky dietar, ky është paralelizmi mes këtyre dy rrugëve. Në jetën e dynjas, nëse ke hapur perdet edhe je futur në këto rrugë gjunafesh, ato përfaqësojnë çengelat që do të përballesh me të ditën e gjykimit. Nëse ta shikosh veten duke ecur mbi siratin, mbi xhehenem, dhe a do të vinë ato çengelat apo jo, shikoje veten në rrugën e kësaj dynjaje. Se si të kanë ardhur, pra, si ka hapur këto porta djathtas dhe majtës. Pra, kujdes me heqjen e perdeve, vëllezërit e mi. Nëse do të jesh rehat, përpiqu që ta forcosh devotshmërinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Përkrye Islamin që ka dhënë Zoti. Nuk janë gjëra të mëdha dhe të vështira, por se kërkojnë vazhdimsi, ti jesh i përhershëm me to. Dhe shpesh herë kërkojnë ndonjëherë që edhe me durim të largohesh nga ato gjëra që mund t'i dojnë nefsi. Për ta ruajtur veten që ditën e gjykimit të ecësh mbi sirat, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, tamam si është shkreptima, se do të ketë njerëz që mbi sirat ecin si është shkreptima, që në çast sa hapën mbyll syt e kalon dhe del në krahun tjetër. Ja kështu do të jenë besimtarët e mirë, që nuk i hapën këto portat djasta dhe majtas, nuk ishin vonesa gjatë rrugës. Pra këto ishin perdet e varura. Thirrësi në fillim të shtegut. Kush është thirrësi në fillim të shtegut? Pra, që në fillim të rrugës është një thirrës dhe ai është Kurani, fjala e Zotit. Hadithi përmend një thirrës në krye të rrugës së drejtë, që u thot kalimtarëve, njerëzve: "O njerëz, ecni të gjithë në këtë shteg dhe mos u shmangni, mos devijoni." Ky thirrës është vendosur pikërisht në hyrje të rrugës për të treguar njerëzve drejtimin e duhur që në fillim. Profeti sallallahu alaihi wasallam na shpjegoi se ky thirrës përfaqëson librin e Allahut, Kuranin. Kurani është udhëfyesi ynë kryesor, ai na thret drejt vërtetës dhe na paralajmëron që të mos largohemi nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Si thot Allahu xhaleshanu në Kur'an, në sa ajete. Ndërto, hadhi sabili fattabi'u. Kul hadhi sabili fattabi'u. Kjo është rruga ime, prandaj ndiqeni. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dhe mos ndiqni rrugët e tjera që t'ju largojnë nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Pra, Kurani këtë bën. E sjell njeriu që gjithmonë të kalojë ose të kthehet në origjinën e tij, të kthehet në xhade, në rrugën e drejtë. Kurani urdhëron për çdo vepër të mirë dhe ndalon nga çdo e keqe. Kurani ofron udhëzime, këshilla në çdo aspekt të jetës. Kurani na paralajmëron për pasojat e gjunafeve dhe përgëzon me shpërblimet për ata që i përmbahen. Kurani është i përmbledhur i plot në gjithçka që përmban prej mesazheve. Prandaj një marrëdhënie e mirë me Kuranin është si të kesh një udhërfyes të mirë gjithë jetën tënde. Nëse vazhdimisht e merr atë manualin udhëzues në udhëtimin që ke marrë, e merr manualin dhe shikon, ky është Islami, Kurani është thirrësi jot. E ke gjithmonë me vete këtë manual dhe e lexon gjithmonë. Pra çdo ditë ti ke lexon në librin e Allahut subhanahu wa taala, nuk ke për të devijuar me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është nxitje pra për të dëgjuar dhe për të lexuar Kuranin dhe medituar në të. Kurse thirrësi
përgjatë gjithë jetës tonë, gjatë gjithë rrugës tonë, është ndërgjegja dhe zëri i brendshëm. Pra, elementi i fundit që vjen në këtë hadith, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe thirrësi përgjatë gjithë rrugës tonë derisa të mbërim, deri në fund të udhëtimit tonë në dynja, është pra ai zëri i brendshëm në zemrën e çdo besimtari. E ka vendosur Zoti subhanahu wa taala. Kjo është mëshirë nga Allahu xhalesha. Pra, është meleku i cili e nxit njeriu për punë të mira. Dhe nëse njeriu do të bëjë një punë të keqe, do të hyjë në një portë të haramit, ai vjen dhe i thot mos, i miri ti mos hyj. Mos e hap. Sepse nëse hyn brenda ose nëse e hap këtë perde, ke për të hyrë brenda e do të biesh në gjunaf. Pra e nxit nga brenda dhe nuk e le rahat në veten e tij. Nuk ndihet rahat njeriu për një gjunaf që bëri. Dhe kjo është mëshirë nga Allahu subhanahu wa taala. Pra nëse njeriu e ndjen që sa herë që bën një gjunaf ose kur kërkon të bëjë një gjunaf, e ndjen këtë thirrës brenda tij, le ta kuptoj që është në hajër. Është mirësi të madhe pse? Se është Allahu subhanahu wa taala që ende i ka dhënë zë këtij thirrësi. Nëse Zoti na ruajt, ky njeri sa herë që do bëjë gjunaf, as nuk e ndjen fare brenda vetes këtë lloj hezitimi, këtë lloj frike ose këtë lloj ankthi, dije se je në hall të madh. Zemra jote nuk e ka shëndetin e duhur. Prandaj kujdes dhe kujdesu ta ngjallësh këtë lloj zëri brenda teje. Sa më i fortë jetë zëri, aq më mirë për ty. Si forcohet zëri i këtij meleku në zemrën tënde? Sa më afër fesë të Allahut, sa më afër devotshmërisë, sa më shumë punë të mira të bësh, aq më afër do ta kesh këtë zë gjatë gjithë jetës tënde deri në fundin e jetës. Pra këto ishin detajet që na solli profeti sallallahu alaihi wasallam në rrugëtimin tonë. Elus Allahun azza wa jall na forcojë në këtë rrugëtim. Elus Allahun që ta kemi një udhëtim të lehtë, pa devijime, të cilat do të shfaqen ditën e gjykimit, Zoti na ruaj. Elus Allahun na lehtësoj udhëtimin në këtë dynja dhe në ahiret udhëtimin mbi siratin drejt xheneteve të tij. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullahi al-azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dhe më pas, nga dobit e këtij hadithi, sikur se dëgjuan dhe gjatë pjesës së parë të hutbes, së pari, domosdoshmëria e ndjekjes së rrugës së drejtë islamit. Besimtari duhet të qëndrojë pa lëkundur në fenë e tij, duke ecur në siratul mustaqim, pa devijuar dhe dal nga rregullat e islamit. Vetëm duke ndjekur shtegun e islamit arrihet mirësia në dynja dhe në ahiret. Lumturia e robit në dynja dhe në ahiret është e lidhur ngushtë me njohjen e fesë Allahut subhanahu wa taala dhe zbatimin e saj, dhe të jetuari sipas saj. I lumi ai që bën këtë, se vallahi udhëtimi do të jetë i lehtë në dynja dhe në ahiret. Së dyti, obligimi për të përmbajtur Kuranit. Kurani është udhëfysi kryesor. Ai na thret drejt udhëzimit dhe largon nga humbja. Mësimi është se duhet të lexojmë, kuptojmë dhe zbatojmë porositë e Kuranit. Mos e lëm asnjëherë Kuranin. Shkuptim ka që në një udhëtim që nisim, në një rrugëtim që kemi marrë, të mos e kthejmë syrin her pas here tek manuali i rrugës, tek rruga që po ndjekim. S'ka kuptim, pra nëse e largojmë dhe nuk kemi lidhje me Kuranin. Pra lidhje të fortë me Kuranin, të përditshme. Dhe kjo të vazhdojë deri në fundin e jetës. Së treti, ndalesa e rrept ndaj gjunafeve. Dyert e hapura tregon se gjunafet janë gjithmonë të gatshme për atë që i kërkon. Por besimtari këshillohet fuqimisht të mos i afrohet asaj dere. Pra nuk ndalohet vetëm nga gjunafet, por muslimani dhe muslimania ndalohet edhe nga rrugët që çon gjunaf. Shikimet, hedhja e shikimit, dëgjimi, përzierja me gjunafet, afrimi me to, hedhja e syve, shoqërimi me njerëz që janë të zhytur në gjunafe, të gjitha këto e shkaktojnë diçka të tillë. Pra kujdes, sepse ato janë dyert të hapura dhe askush nuk të pengon jeti që do zgjedhësh për veten tënde. Zgjidh atë që dëshiron për dynjan dhe ahiretin. Së katërti, Allahu ka vendosur kufi dhe bariera mbrojtëse kundër gjunahut. Kjo shihet tek perdet dhe muret e shtegut. Ligjet e Zotit, turpi dhe ndërgjegja, meleku që ka vendosur Zoti në zemër, janë të gjitha pengesa nga Zoti subhanahu wa taala, që ndihmojnë robin të ecë rrugës së drejtë. Gjatë gjithë jetës qortohet robi që të kthehet në rrugën e drejtë. Mundësia e kthimit është sa kohë ke shpirt në trup. Në momentin që vjen shpirti për të dalë dhe shikon melekun ose melekët që vijnë për të marrë shpirtin,
atëherë s'ka më pendim dhe nuk kthehesh dot më. Mundësia e kthimit dhe pendimit është sa kohë je gjallë në këtë dynja, ose edhe sa kohë nuk kanë ardhur ato shenjat madhore të kiametit, pas të cilave nuk vlen më pendimi. Pra, hadithi na kujton se shkelja e kufive të Allahut është kush që çon në gjuna. Sa më shumë njeriu ta dobësoj imanin, aq më i predispozuar është që të futet pasaj në këto porta. Prandaj hapi i parë i ruajtjes, besnikëria ndaj parimeve, ndaj islamit, ndaj besimit, është gjithmonë forcues. Lënia e tyre do të dobësoj kohë pas kohe, derisa të bëhesh i paaftë ndoshta, domethënë për të mos hyrë nga këto porta, Zoti na ruaj. Së pesti, rreziku i kuriozitetit dhe vetbesimit të tepruar të njeriut. Mos e hap derën, se po e hape do të hysh brenda. Kështu është ai thirrsi brenda nesh që gjithmonë na këshillon. Këto fjalë tregojnë se njeriu sa po e hap pak derën e gjunahut, lehtë rrshqet brenda. Natyra tona mund të joshen shpejt nga e keqja. Mësimi që nxjerrim nga kjo vëllezërit e mi, mos i beso vetes se mund t'i afrohem gjunahut dhe të mos bie në të. Mos mendo se je i fortë ta përballosh gjunahun, por merr masën që në fillim dhe shmangu. Shmangja është selamet. Përballja je i pasigurt. Sado i fortë të duket vetja, sado i aftë të dukesh, largohu. Merrni këtë shembullin e Jusufit alayhis salam. Kur tha o Zoti i Madh, largohi prej meje, domethënë kurthet e tyre, të grave që ishin tek gruaja e ministrit. Largohi prej meje kurthin e tyre. Nëse nuk e largon o Zot, do të anoj tek ato e do të bëhen prej xahilinëve. Pra i kërkoi Zotit largoje, mos u përball me të keqen. Ai ishte profeti i Allahut, ishte i sinqert. Ai të kishte frikë? Jo, ai ishte i mençur, ishte i urtë, ishte i ditur. Largoje prej meje. Shmangja është parësore. Nëse mendon se je i fortë, vallahi si je i fortë. Nuk ka të fortë në lidhje me gjunafe, se zemra është e paqëndrueshme. Prandaj kujdes. Së gjashti, na jep një mësim të mirë profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra shtjellimi i islamit ose i mësimeve të islamit përmes shembujve është një metodë e bukur që elhamdullah ka përdorur profeti sallallahu alaihi wasallam dhe bën njeriu që tashmë ta fiksojë dhe të mos e harrojë këtë shembullin e vet. Unë jam i bindur tashmë se cili nga ne e përfituron veten e tij tashmë në një rrugë të tillë, një rrugë e drejtë, me mure anash, me porta të hapura, sipër tyre ka perde dhe ti je detyruar të ecësh. Kujdes, tashmë ti e ke përfituar veten tënde. Dhe besoj që sa herë që të bijem në ndonjë rrëshqitje ose të na vinë ndonjë sprovë, shpresojnë Allahun që të na vinë ndërmend ky shembull i profetit sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahu na udhëzojë në rrugën e drejtë. Elus Allahu na forcojë imanin, na bëj atë të dashur në zemrat tona. Të na zbukurojë punët e mira, devotshmërinë dhe bindjen ndaj Allahut xhalesha. Na bëj të urryer dhe të shëmtuar mos besimin, kufrin pra. Mos bindjen ndaj Allahut dhe profetit sallallahu alaihi wasallam dhe daljen nga kufit. Elus Allahu na udhëzojë në rrugën e drejtë. Së fundi vëllezërit e mi, çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Siç urdhëron Allahu azza wa jalla thot: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus.